Për të 18-ën ditë radhazi, qytetarët vazhduan protesten me kushtin e panegocueshëm, largimin e qeverisë socialiste dhe kryeministrit Edi Rama. Si zakonisht, qytetarët nisën marshimin e tyre nga sheshi Skënderbej dhe me thirrjet në korr kundër shefit të qeverisë janë drejtuar godinës së kryeministrisë. Në fjalimet e kësaj të mërkure, oratorët janë përqendruar tek degradimi i sistemit shëndetësor, ku kanë denoncuar gjendjen skandaloze të spitaleve dhe mungesën e medikamenteve. Ata bën thirrje për çdo qytetar që t'i bashkohet protestës për një Shqipëri më të mirë në të ardhmen. Sot nuk jam këtu për të kërkuar mëshirë, jam këtu për të kërkuar drejtësi. Prej 17 ditësh jam në sysh me këtë betejë kundër një pushteti që ka marrë frymën e popullit. Dhe sot po ju flas si një njeri që prej 3 vitesh lufton me kancerin. Për trupin është në luftë me smundjen. Por shpirtin është në luftë me një kancer më të madh, me padrejtësinë, me korrupsionin dhe me shkatrimin e Shqipërisë. Në zonë në dhënie, me plagë dhe me kohë të vjedhur nga jeta. Mund që në këtu ditë e natë, atëri pyes, çfarë na pengon ngrihen e qiellit? Që sot unë nuk do largohem nga shesh. Që sot unë nuk do largohem nga ky shesh. Duhet jemi ne pensionistët që palet qeveria me atë pension qesharak. E po unë vitin 2019, unë venos këtu, pankartat tek konsulat e kryeministrisë, dhe ju më arrestue, e kom thënë, nalë shpërgulljen masive, nalë gjeracinin popullor. Dhjetra protestues kanë rikthyer edhe një herë në vëmendje simbolin e kësaj proteste, flamingon. Duke mbajtur në duar flamingot, qytetarët janë bashkuar protestuesve të tjerë përpara kryeministrisë. Pas më shumë se 2 orësh, qëndrimi para kryeministrisë, protestuesit kanë nisur marshimin e tyre në pikat kryesore të kryeqytetit me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Ata kanë përshkruar sheshet e Tiranës, teksa kanë bërë thirrje për një bashkim të madh kombëtar në protestën e 20 qershorit. Ndërkohë, protestat antiqeveritare kanë vazhduar për ditën e disat me radhë edhe në Korçë, Gjirokastër e qytete të tjera të Shqipërisë.